Do të vjojmë të kemi të tjera vlerësime për më të mirët dhe tashmë fituesi i radhës si takon sportit të judos. Fillimisht kam kënaqësinë të ftoj në skenë rektorin e Universitetit të Shkodrës Luish Gurakuqi, profesor doktor Tonin Xhura, i cili do ta jap këtë vlerësim. Dhe ndërsa flasim për judon, pa diskutim do doja një duartrokitje të fortë nga ana juaj për mjeshtrin Anton Shkoza, i cili është sonte prezent në teatrin Migjeli, i cili për vite në radhë, për më shumë se 2 dekada ka dhënë një kontribut të çmuar për ekipin e judos së Vllaznisë dhe të Vaut të Dejes, vijon të punoj plot pasion, së bashku me pjesëtarë të tjerë të familjes së tij dhe natyrisht vijojnë të na japin emocione ndërsa na përfaqësojnë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Vlerësimi do të shkojë për një kampione kombëtare dhe për këtë vit, ndërkohë që arritja më e madhe e saj ishte zënia e vendit të tretë dhe marrja medaljes së bronz në kampionatin ballkanik, është fituese për herë të dytë në fakt e më të mirëve të sportit në Shkodër, Kassandra Kovaçi. Isha disi i papërgatitur se po prisja futbollin, fakt. Por neri është edhe më i madh, për arsye se respektohet një sport disi veçantë që un kam pak njohje për qenë realist, por edhe një zonjush, pra një kampion e vërtet, kështu që në këtë kuptim falenderoj fort. Dy gjëra do të them që Shkodra, ky vend prodhon kampion dhe s'kemi asnjë dyshim në këtë drejtim. Ajo që duhet shtoj është se është momenti që pas 35 viteve hapje, tranzicion, të mendohet për politika sportive ndryshe nga pushteti vendor, nga qeveria qendrore, që gjërat mos i lënë spontanitetit, përpjekjeve të prindërve dhe përpjekjeve individuale që bëjnë shumë shkodran këtu, me fëmijët e tyre dhe me të tjerë pra që janë dashamirës të sporteve të ndryshme, por që të punohet fort për akademi, për ekipe zinxhir që të garantohet që suksesi të jetë i qëndrueshëm. Kështu që unë me këtë rast i uroj gjithë sportistëve që u vlerësuan sonte dhe të tjerë që kanë qenë pjesëmarrës në sporte të ndryshme, si jo të gjithë mund fitojnë çmime, por që kanë një kontribut i jashtëzakonshëm dhe natyrisht në fund edhe përfitoj nga rasti të uroj festat e fundvitit. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit shumë për këtë çmim. Jam shumë mirë njohur se t'jem këtu pranë jush dhe të nderohem me këtë çmim në qytetin ku kam filluar të hedh hapat e parë gjatë rrugëtimit të sportit tem, në një palestër ndër palestrat e para në Shqipëri të hapura nga profesori Anton Shkoza që sonte kena të pranishëm. Në këtë sport, gjithashtu jam bashkulltare me motrën time, cilët kena 10 vjetë që sakrifikojnë për një qëllim të përbashkët, duke bërë rrugën Lezhë-Shkodër për çdo ditë për të stërvitur dhe për të kryer qëllimin ton. Gjithashtu, dua të cek që një vit, ose pak më shumë se një vit, jemi shpërngulur në qytetin e Pejës, në një ndër shkollat më të mira në botë, në udhëheqjen e mjeshtrit drejton Kuka, ku ndjehemi të privilegjuara dhe shumë me fat që ushtrojmë dhe stërvitemi me kampione olimpike. Dua të shtoj edhe diçka të vogël. Djersa sportistëve është e barabartë për këdo. Të gjithë po luftojmë për një qëllim. Motivimi për ne, shtysa më e madhe është që të vlerësohemi mbështetjet financiare që mund të kemi dhe kjo na jep të vazhdojmë më përpara dhe të mos dorëzohemi për ëndrat dhe qëllimet që kemi për sportin.
Me pak fjalë, jam shumë falenderuese. Falenderoj familjen time, trajnerët, bashkinë Shkodër për këtë organizim kaq të mrekullueshëm. Gëzuar vitin e ri, një suksese dhe shumë urime për trajnerët dhe sportistët që janë këto ndërmjet. Faleminderit. Faleminderit dhe sigurisht profesor Tonini si tifoz i Vllaznisë që nuk mungon stadium, shpresojmë kur titulli kampion të mrin Shkodër, të kemi mundësi t'japim të tjera vlerësime.